Brikena Selmani shpërthen në Big Brother VIP Albania 5. Gabimi që e bëri virale dhe energjia që po ndes shtëpinë. Banorja e dytë që hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 është Brikena Selmani. Emri që tashmë ka bërë bujë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare për pjesëmarrjen e saj në Miss Grand International. Por ajo që e bëri të vërtet virale ishte një gafë që nuk mund të harrohet. Gjatë një intervistë, Brikena tha me plot gojën: "Flas shqipen dhe gjuhën e Kosovës." Ky moment i ka dhënë atij fam instant, duke u bërë temë bisede në mediat ndërkombëtare dhe duke ndezur debatet mbi identitetin kulturor dhe karrierën e saj. Duke hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, Brikena nuk ka humbur asnjë moment për të treguar vetbesimin e saj të jashtëzakonshëm dhe energjinë pozitive, duke bërë që çdo sy të kthehet nga ajo. Prezenca e saj është e fuqishme, dhe fansat tashmë po presin me padurim çfarë do të ndodhë kur dinamika e saj takon banorët e tjerë. Një përzierje që premton drama, konfrontime dhe momente të paparashikueshme. Brikena nuk është thjesht një banore. Ajo është një figurë virale që mund të shndërrohet shpejt në protagonisten kryesore të këtij sezoni, duke i dhënë Big Brother VIP Albania 5 një dimension të ri emocionues dhe plot intrigë. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo lëvizje e saj pritet të ndizë debate dhe të bëjë titu në media, duke e bërë këtë edicion një nga më të ndjekurit dhe më të komentuarit ndonjëherë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.